Sëmi tani në Kosovë, në Prekaz, me kolegun Ideal Gola. Ideal, të përshëndes. Si është festuar sot, 28 nëntori në Prekaz? Po, kompleksi memorial këtu në Prekaz po pret vizitorë të shumë, shqiptar nga të gjitha trojet, por edhe ata që kanë ardhur nga diaspora, po shfrytëzojnë këtë ditë për të nderuar e për të bërë homazhe për komandantin legjendar Adem Jashari, por edhe për të gjithë të rënët, për të gjithë familjen Jashari që kanë rënë për lirinë e Kosovës. Përpas ditës së flamurit, këtu festohet ose shënohet edhe dalja e parë publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës, por gjithashtu dhe datëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Ka qenë që nga mëngjesi, ka pasur njerëz të shumë të cilët po vinë, po bëjnë homazhe, gjithashtu po shfrytëzojnë këtë ditë edhe për të uruar njëri tjetrin. Gjithashtu ka pasur vizita edhe nga figurat politike, ka qenë kryetari i Kuvendit Dimall Basha, përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës, por gjithashtu dhe përfaqësues të organizata të veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët gjithashtu kanë përcjell urimet për të gjithë shqiptarët nga Prekazi. E qartë, pra është kjo një fest që çdo vit thuajse dhe politika zgjedh që ta festojë atë në Prekaz, njëkohësisht edhe ditëlindjen e heroit kombëtar Adem Jashari. Është një ritual i përvitshëm apo jo, Ideal? Sheh ndonjë ndryshim, ka njërisi, ka diçka ndryshe këtë vit? Jo, në vërtet Prekazi bëhet e temi epicentra e gjithë manifestimeve dhe aktiviteteve për datën 28 nëntor. Kështu ka qenë për herë, duke qenë se të gjithë politika vje këtu që në mëngjes, më pas në Prishtinë lihen vetëm disa aktivitete, siç mund të jenë akademi pokitimor apo ndonjë koncert, por në të vërtetë Prekazi është mbahet manifestimi qendror, nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Gjithmonë respektohet kjo ditë edhe nga të gjithë qytetarët, ashtu sikurse edhe viteve të kaluara dhe këtë vit ka pasur të shumë qytetarë, fëmijë, veshje kombëtare, të cilët e shënojnë këtë ditë. Po, mirë, Ideal, falenderoj shumë, faleminderit për gjitha detajet dhe për sjelljen e atmosferës festive nga